Tërmeti shkatërimtar i 26 nëntorit të vitit 2019 krahas jetëve të humbura shkaktoi dëme të shumta materiale. Vetëm në qytetin e Durrësit u dëmtuan më shumë se 700 banesa. Mes objekteve të klasifikuara si të dëmtuara nga lëkundjet e tokës ishte edhe hidrovori i Porto Romanos. Dhe pikërisht për këtë objekt dhe mënyrën me të cilën u operua për rikonstruksionin e tij, në redaksin ton erdhi një denoncim. Ku thuaj se për këtë objekt mungonte akti i konstatimit dhe ekspertiza e thelluar. Pra, pasi ndodh një fatkeqësi natyrore, në rastin ton tërmet, duhet të jetë Instituti i Ndërtimit si institucion përgjegjës i cili duhet të vlerësojë dëmet e shkaktuara. Gjë që duket se në rastin e hidrovorit nuk ka ndodhur. Sidoqoftë, lidhur me pretendimin e denoncuesit, ne i dërguam një shkresë për informacion Bashkisë Durrës, Ministrisë të Infrastrukturës dhe Institutit të Ndërtimit, në të cilën i kërkojmë një kopje të akt konstatimit dhe të ekspertizës së thelluar të ndërtesës së hidrovorit të Porto Romanos. Pak ditë më vonë, të tre institucionet na kthejnë të njëjtën përgjigjen, në të cilën nuk ka asnjë sqarim se ku nis akti i konstatimit dhe ku mbaron ekspertiza e thelluar. Thënë shkurt, as mish, as peshk. Pavarësisht përgjigjeve as pak sqaruese, ne vazhduam kërkimet tona dhe konstatuam se Bashkia e Durrës në 20 maj të vitit 2021 shpalli tenderin me objekt hartimi i studim projektit për rehabilitimin e infrastrukturës së rrjetit të kullimit në zonën e Porto Romanos, kënet dhe sistemimi i rrjetit të ujrave të shiut në zonën urbane të qytetit të Durrësit, në kuadër të procesit të rindërtimit me fond limit 87 milion lek. Si rrjedhoi, në 22 qershor të këtij viti, Bashkia e Durrës lidhi kontratën me firmën fituese Invictus Angerba Tower me vlerë kontrate 82 milion lek pa TVSH, me afat një vjeçar të përfundimit të punimeve. Ndërkohë, me datë 12 korrik 2021, Këshilli Bashkiak i Durrësit vendos postimin e hidrovorit nga vendi ku ndodhej prej më shumë se 8 dekadash në një vend tjetër. Se ndodhin edhe këto gjëra në këtë vend. Zhvendoset një ndërtesë bashkë me motopompat dhe tubat e shkarkimit. Por për çfarë arsye ta kanë bërë? Këtë e di Këshilli Bashkiak i Durrësit. Ndërkohë, në relacionin e këtij vendimi bën përshtypje fakti që zhvendosja e hidrovorit është bërë me propozimin e kompanisë Invictus, që është fituesja e tenderit 82 milionësh. Në të njëjtin relacion, thuhet gjithashtu se pika e shkarkimit të ujrave është në skajin verior të portit të ri dhe është në një zonë të detit me thellësi relativisht të madhe, e cila ka një vetpastrim më të madh të ujrave të detit. Në të kundërt, në relacionin teknik që ndodhet në dokumentat e prokurimit, thuhet se zona e parashikuar është një zonë e mbyllur dhe nuk ka qarkullim të ujrave. Pra, konstatime diametralisht të kundërta për të njëjtin objekt. Shkurt e qartë, qëllimi i kësaj manovre duket se ka qenë spostimi i hidrovorit. Edhe njëherë, arsyet mund të na i thonë zotërinjtë e Këshillit Bashkiak të Durrësit, por shkelit nuk është se mbaruan, sepse duke qenë se hidrovori është një objekt që prokurohet me fondet e rindërtimit, leja e ndërtimit duhet të ishte zbardhur sipas vendimit të Këshillit të Ministrave datë 24/12/2019 dhe jo me një leje infrastrukturore nga Bashkia, e cila nuk ka si bazë ligjore aktet e fatkeqësisë natyrore. Gjithashtu, në zbatim të nenit 13 të VKM 408, fraksion 2015, për miratimin e rregullore së zhvillimit të territorit, kemi nenin 13.5 për strukturat që prokurohen me fonde publike, lejen e merr organi që realizon prokurimin përpara se të japë në sipërmarrje ndërtimin e strukturës. Objekti është dhënë me sipërmarrje më datë 19/1/2022, ndërkohë që leja e infrastrukturës është lëshuar më 10/2/2022, pra pasi është dhënë objekti me sipërmarrje në kundërshtim me legjislacionin në fuqi. Thënë qartë, leja duhet të jepej para se të bëhej prokurimi, ndërsa në këtë rast është dhënë një muaj pas prokurimit, me një pafundësi pa rregullsisht në shkelje të plotë të ligjit, me një prapavi korruptive që nxjerr zbuluar institucionet e përfshira në këtë aferë.